Thonë që 25 vjetë zhvillohet lobi frontal dhe ti mund të mendosh më qartë. Unë e konfirmoj këtë gjë sepse Lueda para 25-ave ishte shumë ndryshe dhe pas shumë ndryshe. Prandaj doja të ndaja mësimet që unë kam marrë gjatë kësaj periudhe me ju. Që shumë e vogël unë kam pasur një shpirt shumë hakmarrës. Shpesh më kujton mami që unë gjithmonë thoja jo, nuk i lë asnjëriu zotin, i lëm Luedën. Kur isha 5 vjeç. Lueda tani kupton që ti kur ke kohë për hakmarrje je thjesht shumë i lirë dhe shumë i parritur. Sa ditësh më tha mami, jam shumë e surprizuar nga ty që nuk more hak ndaj një njeriu që më bëri dëm. E thash, nuk kam as nerva, as kohë, as gjë. Do të thënë, am bëri keq, okay, eliminohet nga jeta, bye. Gjëja e dytë që unë kuptova ishte që shumica e femrave shqiptare, duke pasur mama shumë të devotshme ndaj marrëdhënieve, martesave dhe ndaj burrit të vet, duke e bërë burrin si epiqendra e botës së tyre, e kanë implementuar edhe ne dhe unë shumë shpesh e kam gjetur veten shumë mendoj për nevojat e partnerit sa për nevojat e mia. Nuk mendoj që kjo është diçka shumë e keqe, nuk mendoj që mua më ka dalë keq, jam në një marrëdhënie shumë të lumtur 90% të kohës, por sikur kam lënë pak veten shumë dytësore. Kam lënë që unë kujdesem për ty dhe ti kujdesesh për mua, por mendoj që është shumë e rëndësishme që ti vetë të kujdesesh për veten. Aktivisht, kur them aktivisht e kam fjalën me qëllim. Me qëllim do thash po e bëj këtë për veten time dhe ta di vetja jote sa ti kujdesesh. Dhe duke e lidhur me këtë, dua të them që jo të gjitha mendimet janë mendimet tuaja. Prandaj disa gjëra duhet t'ja bësh të qarta dhe vetes tënde. Pse e them unë këtë? Është shumë e vështirë për ta shpjeguar, por duhet të kuptoni që ndonjëherë truri jon punon kundra nesh. Perceptimet tona janë si ne shohim botën dhe jo e vërteta absolute. Gjë të ndihmon shumë, sepse ti kupton që e ke ti në dorë totalisht se si e shikon botën dhe nga perceptimi jot çdo gjë mund të bëhet më e mirë. Dhe kur kupton që dhe hormonet e tua ndikojnë mendimet e tua, do ju a lidh me diçka. Unë nuk kam folur gati kur për faktin që unë pi cigare këtu dhe kjo është sepse nuk kam dashur kur të jap një shembull të keq. Në këto momente kam nevojë t'ju them, mos e nisni kurrë. Në një moment të jetës tënde ti do duash ta lësh. Nëse ke vendosur që do e pish për gjithë jetën, akoma më keq. Është shumë e vështirë që ti ta lësh. Unë jam munduar disa herë dhe vazhdimisht jam e lë një periudhë, e nis prap. Dhe është një nga gjërat më të vështira që unë kam bërë ndonjëherë dhe në periudhën që unë e lash, 3 ditë truri im çfarë nuk thoshte. Ju betohem dhe nuk ishin mendimet e mia. Domethënë, unë vetë isha shumë e qetë, shumë në rregull, okay, duhet lënë, kisha gjëra shumë të ndara, por truri im thoshte pse do ta lësh ti? Do ti vërtet ta lësh? E keq është në të vërtetë ajo. Po sikur ti të lësh çdo njeri tjetër. Të lësh gjithë arsyet se ti po lë cigaren, por të mos lësh cigaren. Mendime klinike, që në të vërtetë nuk janë mendimet e tua, po thjesht hormonet e tua, po të që ti të kesh këto mendime. Normalisht nuk janë vetëm në këtë rast. Femrat e dim shumë mirë çfarë na bëjnë hormonet të themi dhe bëjmë në faza të ndryshme të ciklit tonë. Ka dhe shumë të tjera, nëse po merrni diçka nga kjo video, është mos merrni hakmarrje dhe fokusoni 100% te vetja juaj, pas ka qenë një humbje kohe e madhe hakmarrja. E dyta, perceptimet tuaja varjojnë nga mënyra se si ju jeni rritur, nga mënyra se si ju jeni emocionalisht dhe jo çdo gjë që ju mendoni është fakt. Çdo gjë e vështirësojmë ne vetë, kështu që thjesht kuptoni që perceptimi është çdo gjë dhe nëse ju ndryshoni perceptimin, do ju ndryshojë jeta 100%. Dhe mos pini cigare, ju lutem.